Në vazhdën e ekspozitës Kujtesë në fotografi, gjatë këtyre ditëve në ambientin e Pallatit të Kulturës në Gjakov, u hap ekspozita me titull Kujtesa në fotografi, xhamitë e shkatruara në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Kosovë gjatë viteve 90, sakralocidi planifikuar e organizuar nga Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës. Në këtë ekspozit morën pjesë përfaqësues nga Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës, drejtori për studime dhe hulumtime islame Sabri Bajgora, kryeimami Vedat Sahiti, kreu i Këshillit të Bashkisë Islame Gjakov, si dhe përfaqësues të institucioneve komunale të Gjakovës. Mes bashkësive islame të dy vendeve tona tregon se dhimbja ishte përbashkët, por edhe qëndresa ishte e tillë. Dëshiroj të falenderoj në mënyrë të veçantë kryetarin e komunës për mbështetjen e vazhdueshme që jep aktiviteteve kulturore dhe rrujtjes së trashëgimisë sonë në Gjakov. Ndoshta kjo ekspozit flet më shumë se 1000 fjalë tonat, sepse është vështirë të përshkruhen gjitha tmerrët që përjetoi popullata e Kosovës, duke parë vrasjet, masakrat dhe djegjen dhe shkatërimin e objekteve të tyre fetare, me cilat objekte ne jemi identifikuar dhe si popull me kulturë dhe civilizim, duke qenë gjithmonë të zotët i këtij vendi, por për fat të keq, fëmijët tanë dëshiruan që nëpërmjet shkatërimit të objekteve tona fetare të përpiqeshin ta zhduknin edhe të kaluarën tonë, ta zhduknin edhe identitetin tonë. Të pranishmit vlerësuan rëndësinë e kësaj ekspozite si një kontribut i çmuar në ruajtjen e kujtesës historike dhe në promovimin e kulturës përmes artit të fotografisë. Unë duhet të falenderoj gjithë organizatorët për këtë ekspozitë mjaft me rëndësi, ekspozitë e cila flet shumë. Brenda fotografive tyne tregojnë që ka objekte fetare të cilat janë shkatruar nga okupatori serb dhe qëllimi i tyre ka qenë vetëm shkatrimi, mirë po e mira kësaj është se prap ne kemi arrit t'i ndërtojmë, t'i renovojmë edhe t'jem këto, të rritem edhe të shtohem. Mirë po, ata të cilat i kanë kryer këto shkatrime dhe janë mundu që edhe poplin, qoftë shqiptar, qoftë poplin e Bosnjës së Hercegovinës, ta zhdukin. Jo, na jem këtu dhe ata s'jem këtu. Besoj që gjithë ata që kanë mundësinë të shohin këto foto e shohin një histori e cila ka kaluar në Ballkan, që është një histori e dhimbshme, për shkak se xhamit e paraqesin atë mirëzimin e kulturës sonë të Ballkanit, për shkak se popullit e Ballkanit janë të mirëzuar me xhami, me identitetin fetar, dhe pikërisht ata që deshën që ta shkatrojnë popullin, deshën që ta shkatrojnë pikërisht atë celulën kryesore të identitetit të tyre. Andaj besoj që është një mundësi e mirë që qytetarët dhe njerëzit, sidomos gjeneratat e reja, të vinë ta shohin këtë ekspozitë dhe ta kujtojnë se çka ka ndodhur këtu. Ekspozita sonte na rikthen neve padashje në vitet e 90-ta, sidomos në vitin 98-99, kur gjatë tyre vite kemi pa përveç masakrave në popullatën tonë, kemi pa edhe shkatërime masive të objekteve fetare dhe mendimi që ta bëjmë këtë ekspozitë të përbashkët me Bosnjën ishte që t'u përcjellim një mesazh jo vetëm të rinjve tanë, por t'u përcjellim një mesazh edhe vetë Bashkimit Evropian dhe këtë botës se me çfarë agresore kemi pas të bëjmë gjatë viteve 90-ta. Ekspozita Kujtesë në fotografi do të qëndrojë e hapur për qytetarët e Gjakovës deri të premten më 30 janar 2026, duke u dhënë mundësi vizitorëve të njihen nga afër me materialet e ekspozuara dhe mesazhet që ato përcjellin.